Njerëz, për 2 orë kam ditëlindjen, mbush 21 vjeç. Kur ta postoj këtë unë ke mbushur që kështu mund të muroni. Dhe ky është outfiti që kam zgjedhur për këtë natë speciale. E kam bler ka 1 muaj ose 2 dhe nuk e kam veshur për ta ruajtur për këtë datë. Është nga Pucci, e kam kombinuar me këtë çantën nga Chaneli dhe jam gati për të ëngër darkën e ditëlindjes në Santorini. Dhe marr me vete. Okej, dalim shpejt e shpejt nga hoteli, kontrollojmë edhe lukun nëse jemi në rregull dhe vazhdojmë tek Roka. Kishim rezervimin në orën 10:30 tek restoranti. Na pëlqeu shumë vibe dhe ushqimi, 10 nga 10. Ndërkohë ky është viti im i parë që po e festoj ditëlindjen jashtë shtetit, se zakonisht e festoj në Shqipëri, por kësaj radhe ishte ndryshe, diçka më e veçantë. Erdhi momenti i tortës, ora shënoi 12:00 dhe unë u bëra një vit më e madhe. Sot kam mbushur plot 21 vjeç. Jam shumë grateful për çdo gjë që kam në këtë jetë dhe për gjitha gjërat që do më presin. Inshallah në vitet në vazhdim. Okej, mos ja vini re se nuk ishim tort, u sajuam aty me një keke edhe me këtë lule shtrydhen tek restoranti, por që kishte lezetin e vet, unë e shijova në maksimum dhe presurime.